Gjatë këtyre viteve kemi bërë përparim. Institucionet janë forcuar, hapësira për gratë është zgjeruar, dhe ndoshta më e rëndësishmja, kemi dëshmuar se leadershipi me integritet nuk është dobësi, por është standard. Është standard i cili duhet të vazhdohet. Por si përherë, edhe tash historia e dëshmon që çdo përparim gjithnjë e ka edhe një kundërpesh. Dhe koha e fundit e ka dëshmuar këtë. Në javët e fundit, puna ime është përballur me një fushat baltosëse që për qëllim nuk e ka kritikën. Dhe nuk ka të bëj as pak me llogaridhënien. Është diçka tjetër, shumë më e ftohtë, e krejtësisht e qëllimshme. Është përpjekja për të zhveshur një njeri nga dinjiteti i tij njerëzor, për ta kthyer në objekt, për ta krahasuar me kafshët më të egra, për ta zëvendësuar të vërtetën me imazhe të manipuluara, gënjeshtra që përsëriten aq shumë derisa dikujt mund t'i duken të vërteta. Imazhe që krijohen për të lënduar dhe për të shkatruar vlerat më të larta njerëzore që e kanë mbajtur popullin ton bashk në kohët më të rënda. Fjalë që nuk synojnë debat, por shkatrim dhe eliminim. Dhe për këtë arsye duhet të flasim, jo si viktima, asnjëherë si viktima, asnjëherë, por si mbrojtëse të demokracisë, vetëm si mbrojtëse të demokracisë. Sepse kur propaganda mund ta kthej çdo në tradhtar brenda natës, kur e vërteta mos ka as pak rëndësi, kur dinjiteti gjithnjë shndrohet në dëm kolateral, atëherë e tërë demokracia është në rrezik. Prandaj leadershipi i ndjeshëm ndaj gjinisë nuk është luks, është domosdoshmëri dhe kërkon institucione që nuk heshtin. Kërkon që të mbajmë përgjegjës ata që përdorin teknologjinë dhe e shndrojnë në propagandë, që shfrytëzojnë dezinformimin dhe që besojnë që narrativa e tyre mund të ruhet vetëm e vetëm nëpërmjet friksimit. E një shoqëri që mësohet me një narrativ të tillë e humb në tërësi e humb busullën morale. Mirë, po kjo nuk është luftë vetëm ndaj një personi. Është një mesazh i drejtë për secilën grua, për secilën vajzë që mendon të hyjë në jetën publike. Është mesazhi që thotë se për gratë në politik, ky është çmimi që do ta paguash, apo edhe ndoshta më i lartë. Dhe pikërisht për këtë arsye kjo nuk është më çështje personale. Është çështje e demokracisë. Sepse demokracia nuk rrëzohet vetëm nga krizat e mëdha. Ajo dobësohet ngadalë, kur e vërteta relativizohet, kur e vërteta goditet dhe bëhet tërësisht e parëndësishme. Kur shpifja bëhet mjeti kryesor, kur dinjiteti njerëzor trajtohet si pengesë e jo si vlerë.